Për çdo varr trup që ka njëri, që ta i shërojnë. Ky është Shefqet Nura nga Lubishta e Vitis, të cilin shumë e njohin për një zanat të tij të veçantë. 64 vjeçari është një mjek popullor që ka shëruar shumë njerëz që kanë pasur probleme shëndetësore. Veti punoj, pisim kam dhek plakë që 40 vjet. Edhe kush ka nevojë vin, i mori, nuk ka problem. Të i prodhoj për djegjet për lume, për çdo varr trup që ka njëri, që ta i shërojnë. Apo kupton? Po mor parasysh është varre, djegjes ose për lumes ose e premjes, e vramjes, pa mor parasysh këto këtë shërojnë. Edhe çat mirë kanë që shenjë nuk lanë masanej. Çdo varr që është, kjo e shëron edhe shenjë nuk jetë. A mos të shërohet, kom pas rast që kanë ardhur me mur, ama nuk ka sukses më. A pa shëruar, që janë varr po. I shërojnë. Ai përmes bimeve prodhon ilaçe për trajtimin e plagëve në trup si dhe kundër djegjeve. Me çka i ban këto ilaçe? Me lule, me do livore, drojve me lule ma shumë i përgatiti. Sa merr kohë procesi i punës? Për këto merr shumë. Për këto merr shumë, se këto mi marrua 5 litra për shembull do 2-3 ditë ta përgatit, ta bëj gati. Se vinë me zi shumë. Do të mënej shumë të dhej zjarmin për me bën gati. Mjeku popullor me këto ilaçe thot se i vjen në ndihmë edhe pacientëve që vuajnë nga hemoroidet dhe atyre me kancer të lëkurës. I prodhoj, e kom për lisha, e kom për hemoroidet, kush ka probleme zoptrash, që ka gjakderi dhe këto, për jashtë që ka në trup. Durve kam e pa mor parasysh, e kam atë hemoroideve, e kam atë për vitiligo, e kam 3-4 lloj borna. Po me qëto për kancer në likur kanë mor shumë. Që kjo lloj është, që shumë njerëz kanë imuar dhe ka pas sukses. Po për likura, kanceri mrajnës, që në marrë përgjësi, me thonë dikujna, për shembull me rëpije, mi ndodhë dhe shkatë në me shkumë përgjësi, atës. Jo, për këto, po. Gjitha trajtimet e nevojshme të lëkurës? Po, mund me garantu njerin, që shka e manë shpi që tonë, ose vjene merë më njerë, pa shku në spital, pa shku të një jeki, mund me garantu më në gjysore e shëraj. Nuk diktohet që ja ka një përlume se i djekë. Pa i prish likur është në pyetje, e të kuptu. E shëran pa kurra probleme heqë. Sa persone ka kërkuar ndihmën tuaj deri tani? Pa numër heqë. Pa numër heqë. Deri ku ka shku? Shpëdi besa me tonë. Kosovës edhe jashtë Kosovës, të më thonë. Po jashtë Kosovës, e mëna në për Kosovë, në përket, s'ka vend që s'kanë morë. Dhe vendet e Evropës? Po, në Shqipëri, në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Francë, në Belgjikë, s'ka vend që s'kanë orë, që s'kanë orë. A ka po sukses. Mas lartë i kanë shku dhe në Kazakistan. Edhe atje? Pa. Çfarë raste ka qenë? Për zërtrash. Edhe më ka thirë në telefon mas 2-3 mujve. Tha e mi knasht, të i pikën e fundit. Ka gjithë ilaçe? Po. Këtu në Kosovë? Po të janë. Po e pata një rast, një gru shkëm pas gjejtë. Shumë. Edhe erë s'kesh në qatë moment, më dërsa një pa tjetër për qatë më që 40 vjetë, pa ta s'kom nëjtë kërë. Nuk kom rast që kërë dikush me thonë, ku më orë dhe më s'me pasë. Për shtë marroj shumë e leon rezero, që kush vjetë në kam gashë. Të gjithë kanë marrë trajtimin dhe janë të datë knaqë? Po, normal. Këto e moj hazër, që me morë në pacient për shembull që vjen, veç e shliroj këto edhe, ja. Me shërpiki, mëna gjysore, s'ka as dhimt, as ka kur gjënsta. Këto e moj rezervë që me morë njerëzit që jenë për lumës e djekt, ose ka varë, veç e shërpiki me ta. Që nuk e më vrapë, s'kom pritu me lyje, po kuptonë. Një në Ferizaj kom pas një rast. Djegje që ka qenë? Djegje me flet. Komplet. Gjyksin, për gjykse për pjetë, me ftyre me ki. Cilën vetë ka ndodhë? Ka ndodhë, pa një 7 vjetë, 10 vjetë, po. Edhe ka gjithë shërimin, trajtimin? Po, pa problem. Po. Kom pas raste, plot, që i kam në telefon, da. A i thot se këtë zanat të ushtron që 40 vjetë pasi babaj e babagjyshi i ti jalan si trashëgëmi për gatitin e barërave që përdoren për mjekime të ndryshme. Këta kam për babgjyshit, për babës, trashëgëmi. Ke trashëgu? Po. Dhe ata kanë bërë kësi punime, kësi barë në shkanë? Po, baba i kam, okej. Qësisht,
kjo është për hemoride. Kush ka problem me zërtrash? S'ka nevojë me shku në operacion, se kam raste që në ka 2 herë, 3 herë operacion për zërtrash, dhe s'kan pas sukses. Apet kanë ardhur, unë kanë murë, kanë pasur. Me që të ilaç. Çfarë përbërje ka ky ilaç? Kush ka problem me lukt, shumë njerëz kanë imu për alergji, edhe për MSL, për hemoride. Ekzema që i thosh që janë 2-3 lloje, po kupton. Që ky kanë imu, ka shëruar shumë njerëz, ka pështu pa hinë operacion. Edhe për lukt? Po, edhe për lukt kanë imu shumë. Përdorimi, domethënë për luktës me pi, me Po, pa më parasysh, kjo për mu pi. Ke për shka do smujt që është, për këtë lloj të smujt shaj ka, kjo do të mu pi. Pa, këto jo. to edhe në lëkurë. Janë vesh për lëkurë. Këto nuk gëzojmë i thonë për vina me pi, se kur ti trush dy vina me pi, do të pas përgjithësi. A për të në posë, për të e kum pi vetë. Unë personalisht i kum pi 5 shishes. Për zërtrash. Edhe të ka ndihmon. Që 8 vjetë anon në bon, kur problem s'kom pasma. Veç me cilë shishën, se me cilë shishën mundet me hu. Se kum provu, kum lënë cilë, ka hu. Po. A me lënë cilë që shtonë, 10 vjetë më nej s'ka problem. Unë e mojnë kuzhinë që aty korrije, që aty e mojnë, se ndodhë. Përvlohet dikosh, ose prej dikosh, lyje me ta. Mërëna gjësore, se unë e kam rast, se kum shosh një komunës vitin njës. Për spitalit Gilalit, kanë lemru në telefon, para 3 vjetë me zgabosh. Aje është dikë të 2 durët edhe ftyrën krejt. E këshin qunë në spital Gilan, thiri një mjek, tani të vedhon infuzion, thash për infuzionin si një ban kur gjë. Thash për hëpën e kërë bërën e tonë, edhe kanë prune, unë e shë e kum stërpik një 10 herë 15 me qëtë ilaqin, edhe kanë që të shpigja të nesën, ka thirën një familjari të në më tha, ka të pru pak ilaq me ta këthy, thash ashtë në është ziktohet. Nuk besoj që s'ka vend nuk që s'ka nalë morë. Nuk besoj që ka vend Kosovë, në asë një fshatë, që s'ka nalë morë. Se në përshive, në Bejanov, se në kamazënia në atonë e këtë. Nura këto ilaçe popullore që mund të përdoren për mjekime të ndryshme i përgatit përmes zbimeve që rriten në livadhe e bjeshk.